Rrim 8 minuta te ky lajm, Sebastian se është lajmi i fundit, edhe ky, SBA Ukrainë, vetëm tani, vetëm pak minuta më parë, si na ndron gjithë emisioni, është e bukur shumë këto emisione që bëhen gjatë javës, ndron emisioni paf, marrin këto vëmendje bien tjerat më poshtë, pap. Kievi pranoi më në fund pushimim pas 8 orësh bisedimesh me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani pritet çdo thot Moska, sepse në këtë pamje i shohim këtu në ku janë në Xhedaj. Xhedaj është një qytet shumë interesant në detin e Kuq. Po. Në detin e Kuq, pra biznimet bëhen SBA me Ukrainën dhe me Rusin, se ishin rusët radhën e parë. Bëhen edhe në Riyadh, edhe në Xhedaj. Në Riyadh janë me rusët. Në Riyadh janë me rusët, Xhedaj janë me ukrainësit. Dakor. Këtu sigurisht jemi në nivelin e ministrave të jashtëm, pra ka qenë Rubio, shefi i departamentit i departamentit të shtetit, dhe ndërsa nga ana e Ukrainës ka qenë ministri i jashtëm i Ukrainës, apo jo, emrin e cilit nuk ja di, por çon si ka duket ai atje, nuk e di kemi video tjetër apo jo, më duket se s'kemi video tjetër, kjo është pak a shumë. Nëse Ledio ka marrë një video tjetër që i nis Sebastiani, mund ta nxjerrë dhe atë. Gjatë kohës që hyn atje, çon si ka 8 orë bisedime dhe më në fund Ukraina pranon të këtë janë pushim 30 ditor. Tani është show, Sebastian, është show, ka reaguar Trumpi ndërkohë. Trumpi ka thënë kjo është një gjë shumë e mirë, tani do flasim me Moskën. Andaj këtej tani ti mendon që është show vëlla, Trumpi duhet urgjent që të ketë një marrëveshje në tavolinë, apo realisht të janë shenjat e një marrëveshje të ngadalt, po të sigurt përpara, e një paqe të sigurt midis dy shteteve. Marrëveshja do bëhet mes 3 vendeve. SBA, BE dhe Rusi. A ti thua do jetë BE-ja? Po sigurisht. Dhe tani nuk është. Nëse nuk e merr SBA-ja, do e marrë se s'bën Rusia. BE-n? Po sigurisht. Po pse? Dhe kjo është pak dhe e sigurt. Sepse arkitektura e sigurisë që do të qepet nga e para, do të jetë BE-ja përballë Rusisë. Në këtë aspekt, kjo që shohim është një lloj marrëveshjeje me të cilën Trumpi tani do t'i thot atyre amerikanëve që ka atje, që shife se unë nuk e mbylla për 24 orë, por siguruam një pushim 30 ditor. Ky është plani britanik. Për gjithë ata që nuk e din, ukrainasit përpara se të shkonin aty, kanë shkuar dhe janë takuar me mjeshtrit e diplomacisë që janë britanikët, edhe francezët. Nesër në Francë... Kur? Për këtë takim po flet. Ky takim që është tani, i gjithë delegacioni Ukrainas... Kujt i referohesh, kujt kohë kur thua që është plan britanik, para sa kohëve? Para 2 javësh. Tani që shkoj në ky, që vaj takoj këtë në Londër. Po sigurisht. Tamerin. Dhe ky delegacion përpara se të shkonte, se duhet të lexojmë nën rreshta. Ky delegacion përpara se të shkonte në Xheda, është takuar me këshilltarët e sigurisë britanike dhe ekspertët e diplomacisë britanike. Ata ja kanë dhënë dhe francezët, dhe ja kanë dhënë në dorë këtë lloj gjëje. Amerikanët kanë vajtur aty për të dëgjuar se çfarë janë të gatshëm për të lënë ukrainasit. Do i lënë ato territori apo nuk do t'i lënë, apo do të vijojë lufta. Në këtë aspekt, ajo që ne shohim për ta shpjeguar më thjesht se çfarë po ndodh dhe se si shkohet drejt fundit të luftës. SBA plus BE donin të krijonin një arkitekturë sigurie dhe shkuan në Ukrainë. Rusia tha këtu bëhet gjaku deri në gjuhë dhe ju nuk e bëni arkitekturën e sigurisë pa mua, pra në kontinentin evropian. Shkoi gjaku deri në gjuhë, 3 vjet luftë, Rusia nuk tërhiqet, unë thotë shkri, gjysmën e Rusisë, tu nuk bëhet kjo lloj gjëje. Vjen Trumpi dhe thot, dakor, tani hajde të bëjmë një marrëveshje, sepse unë nuk kam qejf që të shpenzoj shumë, me evropianët le ta mbajnë vetë barrën mbi supe. Tani evropianët kanë frikë nga rusët, sepse Rusia është shumë e fuqishme, vëlla, nuk është Rusia ndonjë shtet do si do. Por problemi i evropianëve që shohim sot mblidhen në Paris, mblidhen në Berlin, mblidhen në Paris, mblidhen në Londër, është sepse nuk ka qeveri në Gjermani. Nesër janë pra Paris, më duket? Nesër janë në Paris 30 ushtarakët nga 30 shtetet aleate të Ukrainës, ushtarakët më të lartë. Pra do bëhet plani për ato trupa që do të shkojnë për të siguruar frontin. Pra fronti është 1200 kilometër. Qartë, Rusi-Ukrainë, po. Ky front 1200 kilometër, që është front që flasim sot, do të sigurohet ndoshta edhe nga trupa paqëruajtëse. Por, amerikanët kanë thënë një gjë, i kanë thënë këtë siguri rusëve. Këto trupa mund të zbresin në terren, por nuk mbrohen nga neni 5 i NATO-s. Kjo është siguria që i kanë dhënë rusëve. Kështu që rusët nga neni 5, po. Neni 5 i NATO-s. Rusët dhe evropianët ta zgjidhin vetë këtë çështje. Qartë. Pra, amerikanët dhe rusët po bëjnë bisedime të përbashkëta dhe nuk e dim se çka kanë tavolinë përveç kësaj. Ka disa klauzola që nuk i di asnjëri. Pra, sepse ne shohim çfarë po lëshon Ukraina.
por çfarë po fshon? Ne ne shohim ato që na thonë, imagjinosa sa nuk na thonë, çfarë perle. E dyta. Pra ju është bërë Marsit Për të fshehur mendimin. për të fshehur mendimin. E dyta. Perle. Në Arabi Saudite, po të ndjekësh me kujdes Marko Rubion, se çfarë thot, ai po bisedon dhe me Iranin me Sauditët. Po edhe Trumpi foli për Iranin. Pra. Si do gjemi zgjidhje apo? Pra, edhe kjo është një çështje tjetër që është shumë e rëndësishme. Ajo që shohim në makro, po disa autorë që unë i ndjek, Mersheimer apo të tjerë që i ndjek me shumë, unë i thonë një gjë shumë thjeshtë. Trumpi vlla do ta mbylli edhe Ukrainën, do ta mbylli edhe lindjen e mesme. Dhe diçka do lihet hapur apo s'do lihet asgjë hapur, po se edhe kjo bot pa luftë sikur s'ka kuptim duhet të ketë diku luftë. Ka thënë Thukididi, lufta është babai i gjithë gjërave. Më duket pak si çuditshëm. Ai do të shkojë në Azi. Ka 10 vjet që merret SBA-ja për të ndërtuar aleanca të reja në Azi. Të merresh me këto gjëra, se kush ka interesin më të madh që SBA-ja të ngelet në 2 apo 3 fronte në linjet mesme dhe në Evropë. Kina ka këtë lloj interesi. Sepse sa më shumë ti merresh me këta, aq më pak merresh me Kinën krahun tjetër. Aq më pak do merresh. Kësaj në këtë aspekt Trumpi këtë është duke të thënë. Zotërinë të nderuar, unë dua. Po më mini shumë energji dhe para këtej, më lini ti i andej. Se lën këta. Po atëherë ai do t'i thotë Kristi Bythën. Ja të shohim. Marsit? Do i thotë Kristi Bythën apo? Unë çani kam thënë parimin tim. Për mua gjithçka ka qenë show, që takimi i Zelenskit në zyrën ovale me G.D. Vance dhe me Trumpin. I qëndroj parimin që i kemi deklaruar në këtë emision, që në politikë gjua i është dhënë politikës për ta fshehur mendimin dhe për ta fshehur vërtetën, jo për ta shpalosur atë. Edhe në këtë kontekst çani unë mendoj që gjithçka është raport force, është diçka e paravendosur, thjesht duhet mbajtur show. Por ama superfuqia vendose në marrëdhëniet gjeopolitike dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare i vetmi raport real dhe i vërtetë është raporti i fortë. Ç'na mëson lufta Peloponezi? Vendi i Fugjididit ka mësuar që lufta është babai i gjithçkaje dhe mungesa po. E diti se ç'bëhet në Francë, vetëm flasin vetëm për Fugjididin tani që po tani që flasin për këto ngjarje të kësaj, janë një 3-4 atje si tip nga këta që shikon ti, po që flasin frëngjisht, që i referohet Fugjididit, luftës Peloponezit. Sepse ka dy koncepte. Gjithkohon. Ka dy koncepte shumë interesante Fugjididi, që vijnë nga greqishta e vjetër, ananke dhe gnome. Ananke është vendosmëria gjatë gjithë kohës për të forcuar për shkak të ankthit pas sigurisë. Dhe anankeja, thot Thukididi, to dy koncepte ndërveprojnë në arenën e marrëdhënieve ndërkombëtare ose midis 2 qytet-shteteve në kontekstin ose midis 2 njerëzve, ose midis 2 njerëzve dhe gnome është kundërpërgjigja, pra është ajo pak a shumë që thot ekuilibrimi, ose do e mbaj balancën e fuqisë ose do të çojë drejt lufta, që zakonisht gnome është përgatitja nga ana tjetër e raportit të palës kundërshtare gjithmonë për të kaluar ananken, pra këtë vendosmërinë e fuqizimit dhe ky lloj tensioni gjithmonë do të sjellë përplasje. Se e solli luftën midis Athinës dhe Spartës. Ananke dhe gnome, fuqizimi i Athinës ndikonte edhe në fuqizimin e Spartës. Duke hyrë në këtë konkurrencën e fuqisë, vjen një moment që do ketë tension. Në këtë kuptim, prandaj Thukididi thotë që lufta është babai i gjithë gjërave, sepse shkakton ananke dhe gnome dhe tensioni përplasje shkakton inovacion, zhvillim. Do ketë gjithmonë një fuqi më të fortë, ndaj një fuqi më të dobët që do dominojë. Dhe kjo do shkaktojë përsinë vetë do krijojë faktori vetëm në fakt që krijon vërtet rritje të vërtet ekonomike është lufta. Po e drejt, po më fal. Si u para Andoria Romake, bënte gjë statistike ose bënte analizë, thoshte do ndjesh Romak dhe do të futesh nëpërmjet fuqisë. Dua këtë territor, këta qytetarë do kthehen në Romak, impononte kulturën e vet, dijen e asaj kohe, shkollimin e vet dhe por të rikthyer. Ti e beson që kjo marrëveshje do funksionojë kjo nëse bie dakord me Moskva sigurisht. Trumpi e ka thënë që në fillim ka vënë bas të madh. Ka thënë që nëse unë do bëhem president që në kohën e fushatës, dhe jo më lart se para 2 ose 3 ditësh ka bërë një intervistë në Fox News, mos gaboj, në cilën bëri 2 deklarata. Deklaratën e parë tha që Zelenski ka vjedhur paratë amerikane njësoj siç njëi duhet mund të vjedhë karamelet një fëmijë, ka marrë nga ne tha 350 miliardë ndërkohë që nga Europa ka marrë 100 miliardë dhe nuk është as mirënjohës tha për këto para që ka marrë. Dhe dyta ka qenë që kanë atemuar presidentin Biden dhe presidentin më përparshëm amerikan, ku është shprehur që nëse do isha unë president, ka thënë, nuk do kishte as sulmet e 7 tetorit në Izrael, nuk do kishte as luftë lindjen e mesme me Hamasin dhe me Hezbollah, nuk do kishte as luftë në Rusi dhe në Ukrainë, pra luftën në Ukrainë, midis Rusisë dhe Ukrainës. Në këtë kuptim, pra, si thua pjedestali ose rolli që ai po ngre vetes, është si njeriu i cili nëpërmjet dominancës fuqisë tij është ai që ruan raportet dhe vendos kur ka luftë dhe kur ka paqe. Andoni miku jon avokat që jeton në Athinë. Që e përshëndesin dhe që do ta kemi shumë shpejt në studio, se më tha kur në Tiranë do vish tash Marsitin të flasim për antikitetin, për mitologjinë. Më thot Polemos Patir Panton është Iraklitos
Nuk është tu që diti. Kujdes. Iraklito se ka. Irakliti. Luftën baba e gjithë shkaje. Po. Irakliti se kjo thot Irakliti. Po, Thuki Didi, ka të drejtë miku jonë, Thuki Didi ka qenë Heraklitian, kanë qenë dy shkolla, shkolla Joniane dhe shkolla Elate, në qytetërimin e antikitetit grek. Dhe këto ishin shkolla Joniane, e cila kishte udhëheqësin e saj Heraklitin, i cili ka pasur këtë sentencë, dhe shkolla tjetër, dhe ishte kjo shkollë që krijoi konceptin e logosit, dhe Herakliti ka thënë atë konceptin e famshëm nuk mund të lash dyrën e njëjtit lum, gjithçka rrjedh, pa ndarje, dhe shkolla tjetër ka qenë shkolla Elate, e cila kishte mentorin e saj ose themeluesin e saj Parmenidin. Dhe gjithë, si thua, filozofët e mëparshëm rritin nga shkolla Joniane o nga shkolla Elate. Në këtë kuptim prandaj dhe Ne që Andoni, doli emri, je i papar. Na çojë pastaj kështu mesazhe sepse na e zbukuron pak emisionin. Jo, na detyron të zhytemi për të gjetur drejtë. Po. Çani më thot Zef Preçi, Usaid është motra e vogël e Cias. Erdhëm le jo. Usaid është motra e vogël e Cias, thot Zefi. George Cotter, thot, prif katolik, Mary Knoll, thot, shkruante në 1981 në USA. Sajt është motra e vogël. Dihet kjo, Zef, sepse kemi kaq kohë, unë kam kaq vite që e them. Sa herë që kam më i tëftuar tu që ka lidhje me Amerikën dhe kështu i them punoni gjë për Cian, do të them më fal për Usaidin. E me gjëra fjala, ora është 22:36 minuta. Ky është momenti le të që ne të kujtojmë se këtu afër te kodrat e Lundrës, sa vjen